E kërshojmë këtë Arkim. Të përqishon teknike Doçi, kjo e maj dhe përfundon në rjetë minuta 32. Në goditjen e parë në port, përfundon në rjetë. Vllaznia 1, Apollonia 0 dhe kusht tjetër të gjende shenjë në këtë finale përveç se Megi Doçit. E shohim edhe njërë tjetër, Arkimi nga krau i djathtë dhe kjo goditje e fort potente, duke mos e lënë asnjë mundësi portieres Afi. Zblokohet rezultati. Qëmë se si do tjetë reagimi i Apollonis pasi e cila në çdo moment mund ta shfrytëzonte atë pasiguritë mbrojtjes. Një topi kthyer pas, shohim Deda ka mundësinë e mirë dhe arrin të realizoj golin e dytë. Vllaznia 2, Apollonia 0 në një moment pa kujdesie të mbrojtjes, një përgjumje që sjell golin e dytë të Vllaznisë. Një gol që sigurisht ka vendosur në kasafort këtë finale. Shohem edhe njërë tjetër, të vigjatit dhe nga portiera Recalde. Një topi kthyer pas në mënyrë të gabuar nga Ukoma. E shfrytëzoi më së miri Teresa Deda, e cila përballë portieres Afi nuk gabon, duke çuar rezultatin në 2-0.